Zoti Dauti, ndërkaq, në konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës, a mund të themi se tashmë po luajnë edhe rol ndërmjetësuesit pra në vendet e Ngjirit? Po, ato luajnë si ndërmjetësues për shkak të rrezikut që u kërcënohet qeverive të tyre. Më e prekur nga kjo situatë është Jordani, për arsye se gjatë sulmit të Iranit kundër Izraelit, hapësira ajrore e Jordanit u shfrytëzua nga aeroplanët e Izraelit dhe bazat ushtarake amerikane që janë në Jordan, ato u përpoqën që ti ndërpresin raketat që ishin drejtuar drejt Izraelit prej Iranit, dhe kuptohet që populli tani e ka kuptuar se qeveria e tyre është në shikim të tyre një qeveri tradhtare që vetëm i ndjekën interesat e perëndimorëve në dëm të popullit palestines. Ne duhet këtu ta kuptojmë që në Jordan gjysma e popullatës është me prejardhje prej Palestine dhe kuptohet që ata irritohen nga kjo situatë. Prandaj edhe kur para se fillonte sulmi i Iranit kundër Izraelit, ministri i punëve të jashtme i Jordanit ishte në Iran dhe ju tha atyre që nëse ju e sulmoni Iranin, ne jemi patjetër të detyruar që të ndëgjojmë amerikanët dhe mos lejojmë që hapësira jonë e Jordanit të shfrytëzohet nga raketat iraniane. Pra ata janë në një situatë të vështirë, por kuptohet që presioni është i madh në Jordan nga populli që ta ndryshojnë politikën. Prandaj dhe Jordani dhe shtetet përreth, sikur është Emiratet e Bashkuara apo Arabia Saudite, përpiqen që të ndërmjetësojnë në mes perëndimit dhe Iranit që mos përkeqësohet situata, për shkak se ata nuk janë të sigurt që nëse eskalon situata në lindjen e mesme, çka të ndodh me qeveritë e tyre, të cilat nuk kanë mbështetje të fuqishme tek popullata, por janë shumica diktatura dhe nuk kanë erdhur në pushtet nëpërmjet zgjedhjeve të lira.